Dikur simboli turizmit dhe krenarisë natyrore, Rrugova sot ngjan më shumë me një rrugë të harruar nga koha dhe nga përgjegjësia institucionale. Rrugët që të çojnë drejt kësaj zone janë në gjendje alarmante, të dëmtuara, të rrezikshme dhe të mbuluara nga gurë që bien pa paralajmërim. Çdo kilometër është një sfidë, çdo kthesë një rrezik. Por për te gjendje së rënd lind një pyetje thelbësore. Kush duhet të kujdeset për këtë rrugë? A është përgjegjësia e komunës, e ministrive përkatëse, apo institucioneve qendrore që shpesh premtojnë zhvillim, por lënë pas infrastrukturë në mëshirë të fatit? Në një vend që synon zhvillim dhe turizëm, si është e mundur që një nga perlat natyrore të lihet në këtë gjendje? Kush duhet ta ndërtojë këtë Kosovë dhe pse rrugët vazhdojnë të mbeten dëshmi e neglizhencës? Sa kohë duhet të kaloj që një rrugë të bëhet e sigurt? Sa premtime të tjera duhet të dëgjohen që realiteti të ndryshojë? Rrugova sot nuk është vetëm një destinacion turistik, një rënje, një pasqyrë e qartë e mungesës së përgjegjësisë dhe veprimit, dhe pyetja mbetet pezull, dhe sa duhet të presim që gjërat të bëhen siç duhet. Adresa e ankesave mbetet një hapësirë e hapur për të gjithë qytetarët që duan ta ngrinë zërin për problemet me të cilat përballen çdo ditë. Çdo kush mund të telefonojë dhe të ndajë shqetësimet e tij, duke i bërë ato publike dhe duke kërkuar përgjegjësi nga institucionet përkatëse, sepse problemet nuk zgjidhen duke heshtur. Mos hesht, fol, sepse vetëm duke reaguar ndryshimi bëhet i mundur.